të dashur shqiptar, një amerikano-grek, John Papadopoulos, në vitin 2006 boton një libër, mund ta gjeni në internet, për tumulat greke në Epir. Domethënë ai quan Epirin grek, nuk është e vërtetë. Dhe në këtë vepër ai shkruan për një qytet të bukur, Eugenum. Këtë e merr Neritan Ceka dhe e riboton nga greku në vitin 2013 në veprën e tij Ilirët. Të botuar nga shtëpia botuese Migjeni, e boton këtë në anglisht Neritan Ceka. Merr honorare, merr dhurata, merr dekorata, është arkeologu më i famshëm i Shqipërisë. Dhe në ka servir emrin e qyteti Eugenum. Ç'është ky Eugenum? E kam kërkuar kudo. Që nga viti 2006. Mirë po, na del që të dy, edhe Papadopoulos edhe Neritan Ceka kanë marrë këtë emër nga John Wilke, një autor që nuk di as greqisht, as latinisht, as shqip, dhe ka bërë veprën Ilirët në anglisht. Në vitin 1992 e ka botuar. Pra gabimin e parë ka bërë ky amerikan, pastaj ka bërë një grek o shqiptar amerikan dhe i fundit Neritan Ceka. Të gjithë kërkojnë qytetin Eugenium. Problemi është i tillë. Të gjithë e kanë botuar me gabime këtë emër. John Wilke e ka amerikanizuar këtë emër. Dhe nuk thot se ku e ka gjetur. Papadopoulos gjithashtu e ka grekëzuar, e ka amerikanizuar gjithashtu. Neritan Ceka e ka shqiptarizuar këtë emër dhe i vë emrin Gurzeza. Gurëziu Neritan Ceka dhe gurëzi të gjithë ne. Krejt pa dashur, duke folur në rrjetet sociale me një mikun tim amerikan, e gjithëm bashk, emri i qytetit është Eugenium. E dini ç'do thotë Eugenium në latinisht? Është emër në asnjanës nga helenishtja. Eugenos do thot aristokrat, fjalë për fjalë. Eu do thot i mirë në greqisht, dhe genos do thot i lindur. Do më thënë nga një familje e nderuar, dhe vetë emri Genthius, mbreti i lirë, vjen nga rasa gjinore e dialektit të Korinthit, e latinishtes gens. Në latinisht është emërore gens, i thonë fisit, gentis në gjinore në latinisht, i fisit, Korinthasit e marrin këtë dhe e aspirojnë. Genthios. Pra Genthios fliste dialektin e Korinthit, pra fliste greqisht, Genti. Nëse ai e quante veten kështu, ngrihet qyteti i Gentit. E kuptoni apo jo? Eugenium. Pra Genti jo vetëm që fliste greqisht, po dinte edhe latinisht. Dhe monedat që ka nxjerr ai, që ka prerë, është figura e perëndis Hermes, perëndi Helene. Të merr. Pra, përfundimisht, fjala Eugentium do të thot nga një familje mirë, aristokrate. Fjalë për fjalë i lindur mirë, eu i mirë, genos me lind. Do më thënë, e gjitha krejt rastësisht. Amerikani më sugjeroi të lexoj Tit Livin. E ndjeva veten shumë të turpruar. E kam gjetur pra, ashtu siç e sugjeroi ai në veprën e Tit Livit. Pra, John Wilkes e ka dëgjuar diku, sepse ai e ka botuar këtë përpara se sa të dilte interneti, John Wilkes, e kuptoni apo jo, nuk kishte se si ku ta gjente. Dhe kur doli interneti, Neritan Ceka mund të kishte studiuar pak latinisht, sepse ai nuk di latinisht, dhe as greqisht fare.
Papadopoulos nuk di greqisht, mirë ndoshta ose nuk di latinisht. Ç'të them? As grekët vetë nuk e kuptuan që ky emër është me origjinë greke, emri i këtij qyteti. Ashtu siç është dhe emri i Gentit, Genthios, nga dialekti i Korinthit. Te Genthios pret një monedhë për lisin, Lisiatan, do thot lezhianët, është koinon Lisiatan, por ky është dialekti i Kretës. Lisus në gjuhën e Kretës i thon gur i lëmuar, do të thot një gur i lëmuar i kushtuar diellit Helios. Ndërsa kryeqyteti i lirëve me Gentin mbret quhet koinon Skodrinon, që është gjinoria shumës në dialektin e Atikës. Tmer o tmer. Genti, emri i tij vjen nga gjuha e Korinthit, Genthios. Me origjinë nga latinishtja gens. Lisiatan është monedha për lezhën e Gentit. Skodrinon monedha e tij për Shkodrën. Pra e fliste Genti gjuhën helene në mënyrë të kulluar, por edhe latinishtën, sepse ja vë emrin qytetit Eugenium. Do të thot familje aristokrate, por e huazuar nga greqishtja. Tmer o tmer. Dhe ky fis i lirë quhet Parthini, nga ilirishtja Partho, që është duali për virgjëreshën Athina. Parthinët quhen adhuruesit e Athinas, virgjëreshës. Kjo është për të qartë. Nuk kam më fjalë. Shikoni vetë se do të meroheni nga ajo që ka ndodhur. Të dashur shqiptar, drilon janë jo vetëm shqiptarët, drilon janë amerikanët, drilon janë dhe grekët. Dhe i vetmi njeri që nuk është drilon jam unë, me miqtë e mi studiues amerikan në Universitetin e Chicagos, dhe ç'a ndodh? Asnjë nga këta persona nuk din latinisht, as John Vilke, as Papadopoulos dhe as Neritan Ceka. Të mendosh që në Europë nuk mbaron dot shkollën e mesme, nuk bëhesh dot rroba qepës, jo shkencëtar, por nuk dite latinisht. Ndërkohë kemi një studiues që nuk ka lexuar asnjë vepër të autorëve helen ose latin. Emri i qytetit nuk është Eugenum, por është Eugenium. Dhe unë këtë sot e kam futur në fjalorin e gjuhëve indo-europiane në rrënjën 518, që do thotë e mirë, dhe kjo gjendet pra në gjuhën hitite, gjendet dhe në gjuhën helene, gjendet në gjuhët kelte. Madje emri Eugenium është në gjuhën kelte, Eugen, do thotë me origjinë të mirë. Pra kjo është fjalë në latinisht dhe në gjuhët kelte dhe kjo ju ka shpëtuar të gjithëve, përveç meje. Pra emri është Eugenium, është nga latinishtja, është emër neutrit. Vjen nga një mbiemër. Por fjala Eugenium vjen nga Eugenius. Kjo është mashkulloria dhe femëroria është Eugenia. Eugenius vjen nga një formë tjetër e latinishtes, Eugeneus. Dhe kjo formë Eugeneus vjen drejt për drejt nga helenishtja Eugenes, që do të thotë pikërisht një racë të mirë. Dhe ironia më e madhe të gjitha gjërave është kjo. Shikoni me kujdes në ekran, çfarë ka ndodhur. Në fjalorin e Hezikiusit në Aleksandri, në shekullin e 6 të dashur shqiptar, diskutohet gjuha ilire, në të cilën dalin të gjitha format e helenishtes koine, dhe gjuha ilire quhet iliristi ose gjuhë shtrembër, sepse ilirët ngatrojnë ose japin forma dialektore të fjalës grua, fjalës dhe fjalës me lind. Pra këtu është në anglisht i përkthyer teksti origjinal i Tit Livit, ku përmendet emri i qytetit Eugenium, që ishte nën sundimin e parthinëve. Emri të cilëve vjen nga Partho, që i thon virgjëreshës në gjuhën helene. Pra emri është latin. Ky emër ka kaluar 4 faza, të dashur shqiptar.
Pikërisht emri Eugenia është shumë i rëndësishëm, sepse Sofokliu bën një lojë fjalësh dhe thotë që ilirët nuk din ta shkruajnë, bëjnë gabime që quhen gabime dialektore. Gabime të helenishtes, që u bë baza e helenishtes koine, pra gjuha helene koine ka lindur në Iliri. Gjuha ilirishte quhet gjuha shtrembër e dialekteve helene. E pabesueshme nga Sofokliu. Vjen nga fjala ilos, i shtrembër në helenisht. Nuk ka lidhje me Danubin. Sofokliu tallet me ilirët që nuk din të shkruajnë fjalën grua dhe gjithashtu fjalën lind në gjuhën helene. Këtu futet fjala gens për Genthios, origjina fjalës së mbretit ilir, dialekti i Korinthit. Dhe këtu futet gjithashtu Eugenium, Eugenea, ose Eugenia në helenisht, do thot racë e mirë. Eu e mirë, genia racë e lindur. Aristokrat. Eugenium do thot aristokratët parthin. Emri të cilëve vjen nga partho, virgjëresh, duali, në ilirisht, ilirët flisnin dialekt helen, të dashur shqiptar. Shqiptarët e quajnë këtë vend gurëzeza, gurëzin të shqiptar që se kanë iden që parthinët flisnin helenisht. Dhe Neritan Ceka, arkeologu më i madh i botës, që ka marrë mbi $6 milion fonde nga fondacionet amerikane greke për të gjetur greqishten, origjinën greke të ilirëve. Pra, ilirët nuk janë grek, flasin një dialekt të ngjashëm me dialektin dorik, të ngjashëm me dialektin e Cakonjes sot, por jo greqishten e Atikës. Deri në këtë moment që po flasun me ju tani, asnjë grek nuk e di që Eugenum është në greqisht Eugenia, por Eugenium në latinisht. Dhe ky John Wilkes nuk e di, e amerikanizon këtë emër. Këtë e merr Papadopoulos në 2006, këtë e merr Neritan Ceka në 2013. Pra janë të gjithë drilon. John Wilkes, Papadopoulos dhe Neritan Ceka, po për fat keq drilonimi të gjithë shqiptarët, sepse ne nuk dim latinisht. Asnjë nga antarët e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë nuk e ka lexuar Tit Livin që shkruan historinë e ilirëve. E kuptoni çfarë turpi është kjo? Asnjë nga autorët shqiptar, asnjë vetëm nuk di latinisht. Absolutisht asnjëri, asnjë antar i Akademisë së Shkencave. Po ashtu asnjë antar i Akademisë së Shkencave të Kosovës nuk di latinisht. Është turp shumë i madh. Dhe as shqiptarët e Maqedonisë nuk din latinisht. Bëhet fjalë për intelektualët. Nuk din. Nuk kanë lexuar asnjë autor latin, sepse emri i qytetit është në veprën e Tit Livit. Pra askush nuk do i kishte kundërshtuar Neritan Cekës kurrë, deri në këtë moment që po bëjun këtë film për ju tani, dhe në fakt unë fillova të interesohesha për emrat e fisëve ilire, sepse të afërmit e mi thanë mos u merr më me Eqerem Çabejn ose Kolestopallin, merru me ilirët. Dhe fillova të merr me ilirët, e kuptoni apo jo? Mbas viteve 2020, edhe fillova të bëj ca filma për juve dhe gjatë krijimit të filmave më dilnin emrat e ilirëve, koinet e tyre si koine greke. Por jo dialekti Atikës. Domethënë jo gjuha e Athinës sot. Ky është një dialekt i humbur, ne nuk e dinim që ilirët e shkruanin helenishten ashtu siç e dëgjonin. Dhe ilirët e kam gjetur unë në mbishkrimet në Byllis, i thonin mureve Tikaj. Nuk është në asnjë dialekt grek. Në greqishtën e lashtë është Teikos. E ilirët e kanë bërë këtë Tikaj. E kuptoni? Në dialektin dorik ilir. Grekët nuk din gjë fare për këtë gjë absolutisht. Unë këtë e kam zbuluar më datën 27 mars, viti 2025. Desh luajta nga mend. Domethënë ilirët kanë folur dialektin dorik. A jemi në Ilir? E pra ilirët nuk thonin Gurëzeza. Ky është emër shqiptar. Për krahasim, që ta kuptojmë se çfarë ka ndodhur, është kjo. Spanjollët zbarkuan në Amerikë në shekullin e 16, 17. Nuk është e rëndësishme se kur.
Dhe atje ekzistonte perandoria azteke me piramida. Çfarë din spanjollët përpara shekullit të 16 për aztekët? Asgjë. Edhe shqiptarët çfarë din për qytetin Eugenium? Asgjë. Në fakt nuk janë në gjendje të lexojnë Tit Livin dhe ta shkruajnë ashtu siç e thot Tit Livi, Eugenium, race mirë, dhe na nxjerrin shqiptarët Eugenum nga një vepër e një autori amerikan. Domethënë, e kuptoni se ku jemi. Sepse të gjithë thonë që jemi pellazg, edhe autorët e Akademisë së Shkencave kanë dalë në televizor dhe thonë që jemi i lirë, jemi pellazg. Po si qenë këti i lirë kur ti nuk di emrin e qytetit i lirë? I thua Gurezez. Pra, ti je përkundrejt i lirëve, siç janë spanjollët përkundrejt aztekëve. Ti di për i lirët aq sa spanjollët dinin për aztekët. E kuptoni tani ku jemi? Jemi në degët e dardhës duke mbledhur dardha në dardanët. Aty jemi. U kthyem në majmun, e kuptoni apo jo? Ose nuk e mbajmë mend që jemi i lirë parthin që adhuronim Vigjëreshën Partho, që nuk është në gjuhën shqipe. Po as fjala Eugenium nuk është në gjuhën shqipe, se kemi denç do të thotë. Nuk e dim. Është vetëm në ilirisht dhe në gjuhën latine. Në fakt nuk është as në gjuhët e tjera bija të latinishtes. Pra, qyteti Eugenium u shkatrua, latinishtja vdiq dhe askush nuk e dinte ç'ishte Eugenium. Një amerikan lexon veprën e Tit Livit, më shkruan mua dhe thotë që ky është qyteti Eugenium. Mua më vjen shumë rënd. Dhe po e them unë juve tani. A ka turp më të madh që të shkruaj një studiuesi huaj me shpoti, metalli, si nuk e di që Eugenium është përmendur në veprën e Tit Livit? Më ka ardhur shumë rënd kur e kam mësuar. Pra të gjithë jemi Neritanceka. Të gjithë jemi parashqevi. Të gjithë jemi në stacion duke flejtur me plehra. E kuptoni, të gjithë jemi në stacion e trenit, presim për Godon, presim që dikush ne të na shpëtoj. E pra po ju shpëtoj unë jam Godo të dashur shqiptar, po ju shpëtoj. Dhe gjë më e tmerrshme është kjo, ka patur me qindra ankesa kundër meje në Akademinë Edu, akademia më e famshme në botë, ha për ha. Aty ku mblidhen shkencëtarët më të mirë nga të gjitha universitetet e botës, dhe shqiptarët kanë shkruar kundër meje aq sa për disa ditë e mbyllën konton time atje dhe pastaj unë shkrova një letër dhe rihapën. E njëjta gjë ka ndodhur me Ismail Kadaren. Rezulton që 48.000 shqiptar kanë shkruar letra kundër Ismail Kadares që ai të marrë çmimin Nobel. Madje dhe ambasadori i Sali Berishës ka shkruar letër kundër Ismail Kadares që ai të mos ta marrë çmimin Nobel. Ambasadori i doktorit Kollovar në një familje serbe të dashur shqiptar që e dogji Shqipërinë. E pra, këta janë shqiptarët. Pra të gjithë jeni Neritanceka. E kuptoni apo jo? Nuk shpëtojmë neve nga pellazgjia. Ajo Sudja që del në televizor dhe ka krijuar Partinë Pellazge. Ajo nuk di gjë tjetër, vetëm pellazgjia, asgjë tjetër. Ta pyesësh atë çfarë është qyteti Eugenium, nuk e di, që është nga Eugenium dhe është shkruar keq nga Neritanceka. Kjo është nga vepra e Tit Livit. Pyeteni Suden, e lexove veprën e Tit Livit mbasi pe filmin e gjuhëtarit të famshëm? Edhe ajo do ta shpjegoj me fjalë monosilabike të shqipes. Dhe ju e dini kush lëshon fjalë monosilabike, do ta gjeni po të hani fasule, grosh, lakra, patligjane, ju do prodhoni fjalë monosilabike. Ju beto. Shqiptar të dashur, çka bërzoti me ju, mërzot, keni mbetur në përdegët e dardhave, të dashur shqiptar. E ju faleminderit, o Gurezez, o Gurizi, o Eugenium, o Raz, Sublime, Helene,
latine. O Zot, ku kemi përfunduar të dashur qytetar Pellazg?